Drejtuesi politik i Partisë Socialiste për qarkun e Vlorës Damian Gjiknuri, së bashku me kandidatët për deputet Vilma Bello, Elona Hodaj dhe kryetarin e Partisë Socialiste të Vlorës Anduel Tahiraj, takuan banor në rrugët e rajonit numër 5. Gjatë bashkëbisedimit, Gjiknuri gjeti rastin të ftoj qytetarët t'i bashkojnë takimit elektoral për mbyllës të fushatës zgjedhore, i cili zhvillohet ditën e premte në 23 qershor ora 19 në Lungomare. Sipas Gjiknurit, prezenca e kryeministrit Edi Rama në këtë miting për mbyllës, i cili do të jetë i fundit në rang vendi, tregon për rëndësinë që kreu i Partisë Socialiste jep Vlorës dhe të ardhmes së saj. Për Vlorën po bëhet një gjë e madhe dhe ky është fat për gjithë ne, për gjithë ju që jetoni në Vlorë, edhe mund bëhet qefi që kam origjinën këtej, po ju që jetoni se Vlora është më shumë e juaja se ime, sa them pasur, pse të vini. Se unë nuk jetoj këtu, jetoj me ju jetoni këtu. Ajo që po bëhet është gjë shumë e madhe për Vlorën. Të gjithë imagjon shëtitoria do shtrihet deri në pyll me sodës. Më jo asnjë qytet i Shqipërisë do ketë një shëtitor të tillë. 5-6, çfarë Shqipëria. Edhe në Europë nuk ka shëtitora ashtu gjatë. Edhe Selanikut 2-3 kilometra ka. Pra do të jetë një mrekulli. Dhe këtë të them drejtën po e bën ai kryeministri. Dhe kështu mund ta themi gjithë miqve shokë. Edhe ata që janë skeptik. Ky është një rast i mirë për Vlorën të votojë një njerëz që ka treguar vetëm po bën diçka. Kryeministri kemi deputet nga kjo zonë, se ai vetë ne kemi fat kryeministri i Vlorës, është dhe deputeti i Vlorës. Është fatë, nuk e ka një. Se ka si qark tjetër. Se mos ta shfrytëzojmë. Po për të mirën tonë. Po pikërisht, kjo është e gjitha. Sa më shumë shokë e miq t'ia thonë dhe në miting kemi qef bëjmë një pritje mallësore.